Këshilltarët e lartë të presidentit amerikan Donald Trump do të preferonin që Izraeli të godiste Iranin para se Shtetet e Bashkuara të nisin një sulm ushtarak ndaj Republikës Islamike. Kështu pretendojnë dy burime me një urim mbi çështjen për Politico. Këshilltarët po këmbgulin privatisht se një sulm izraelit do të nxiste Iranin të hakmerrej, duke ndikuar kështu në rritje të mbështetjeve nga votuesit amerikan për një ndërhyrje ushtarake në Iran. Llogaritjet janë politike dhe lidhen me supozimin se më shumë amerikan do të përtypnin idenë e një lufte me Iranin nëse SBA ose ndonjë aleat do të sulmoheshin të parët. Sipas një sondazhi të fundit, amerikanët dhe veçanërisht republikanët mbështesin ndryshim të regjimit në Iran, por nuk duan të sakrifikojnë viktima të mundshme nga SBA për të arritur diçka të tillë. Megjithatë, pavarësisht të dëshirës që Izraeli të veprojë pari, skenari më i mundshëm është ai i një operacioni të përbashkët mes SBA-s dhe Tel Avivit sipas dy burimeve.